dhe bizneseve cilat ju jap mundësi me u rikthye që me mujt me pas në aspekt socio-ekonomik në qenë. Arsa, personalisht sot pëngojnë ndërtesat e larta në lagjin e muhaxherëve? Po, unë mendoj që nuk duhet me qenë që shka mbetë. A ka mbetë ndë një rrugë që ta kujton fëmirin edhe që nuk ka ndryshu? Jo. Apo jo? Ka pjesë që? Shumë pak është një pjesë aty të përmendorja, ku është vari Ibrahim Rrugovës. Ajo pjesë pak më përngjon që është se... Po sepse është toka, nuk ka ndryshu. Ndërsa rreth i ke ndërtesat. Ndërsa rreth është një ndërtim shumë i shpesh me zveti dhe nuk është më ajo vendi që une e maj në mend në kujtesën time. Aty ku unë e kisha shpin, ka qenë shpia si këtyne herë që gjithmonë kanë thonë në G. Po. Dhe ma nuk shaha si shpia. Shpia një kaqre në formë gëje kështu? Po, ashtu kanë thonë atëherë, shpia në G, kanë thonë nëse sigurisht edhe ju e dini. Bashkë merë mali njëherë me pa një qasi shpije. Ajo shpije është prishë dhe kanë ndërtu banesa aty. Po, tash unë veç me ndaj ndërtimi është... Personalisht, Arza, sa e keni pasur të vështirë që ta jep një shtëpin për banesa? Sepse e keni ditë, kësaj që nuk është personale. Me thonë drejtën është, ka qenë pak, ka gjanë një farë mërzia kështu, që ma nuk e shese që aty je lindje rritë, që aty nanën e ke pas babën, atë ngrëtsin familjare, gjithë që kena qenë aty me një obarë, me migjallartë, me krejt ata. Mirë po, në regull është ndërtu e krejt, po mendoj atëherë që shka qenë mahala të gjithë jena njoft me zveti, gjithë e kena rujt njani tjetërin, jena kanë të lirë, s'kena pas probleme as prej gjinisë mashkullore, as këto gjana mungojnë tash, nuk e njeh kojshia, nuk e njes. Që ajo është pak ma për mu qysh mendoj që sashtë... Do me thënë, edhe unë pajtohem me ty që lagja është një farë familje, sepse të pak të në ajo rrugë që aty njihe njani me tjetrin edhe kryojnë mitësi deri sa t'jenë gjallë ka të tilë. Unë për vete një krejt komshit edhe me zispres me i taku e shihemi ende. Personalisht ta ka... Momentet që ndryshojnë tash, ndryshojnë edhe shumë gjona se s'lam me folhisht.